Sheshi përpara stadiumit Flamurtari në bulevardin kryesor të qytetit Vlorë Skel do të shndrohet në një nga qendrat kryesore të organizimit të aktiviteteve festive me rastin e festave të nëntorit. Sipas agjendës së Bashkisë së Vlorës, më 28 nëntor pritet të zhvillohet aktiviteti madhor Shqipëria Feston në Vlorë, ku do të performojnë grupe të ndryshme folklorike nga të gjitha trevat shqiptare. Atmosfera festive pritet të sjellë gjallëri dhe një numër të madh të qytetarëve dhe vizitorëve, pikërisht në zonën e Skelës, ku do të mbahet edhe ky eveniment, që prej të hënës ka nisur përgatitjet intensive në terren, duke përfshirë vendosjen e skenës qendrore në zonën ku do të zhvillohet aktiviteti. Punonjës të bashkisë dhe stafi organizativ po punojnë me ritme të shpejta për të siguruar që gjithçka të jetë gati në kohë për eventin festiv. Për shkak të punimeve dhe zhvillimit të aktivitetit, Bashkia e Vlorës njofton se rruga kryesore Vlorë-Skel në zonën e Skelës do të qëndrojë e bllokuar nga data 24 nëntor deri të premten më 28 nëntor dhe qarkullimi do të rikthehet normalisht më datën 29 nëntor. Kjo nënkupton disa ditë kufizime të qarkullimit në segmentin që kalon nga zona Aleksandris deri tek rreth rrotullimi në Skel. Për të lehtësuar lëvizjen e automjeteve, drejtuesve u rekomandohet të përdorin rrugën transballkanike, si dhe itineraret alternative pranë stadiumit Flamurtari. Bashkia kërkon mirëkuptimin e qytetarëve dhe i fton ata të marrin pjesë në këtë aktivitet festiv dhe në të gjitha aktivitetet që do të zhvillohen në kuadër të festave të nëntorit dhe që synojnë të gjallërojnë jetën kulturore dhe artistike të qytetit në këto ditë të rëndësishme kombëtare.